Muaji ka karakteristika të shumta që veçohet prej muajve të tjerë. Ndër tjera mund të veçojmë se në këtë muaj Allahu i Madhëruar e ka zgjedhur që në të zbresin të gjitha librat që Allahu i ka dërguar njerëzimit vazhdimisht përmes pejgamberëve të tij dhe gjatë tërë historisë së njerëzimit. Për këtë është edhe një thënie Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku na përmend më detajisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se si të gjitha librat e të dërguarve më të mëhershëm, edhe të qofshin ato fletushka apo libra, kanë zbritur në këtë muaj. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë zbritur fletushkat e Ibrahimit alayhi salam në ditën e parë të Ramazanit, Tevrati në ditën e 6 të Ramazanit, Injili në ditën e 13 të Ramazanit, ka zbrit Zeburi në ditën e 18 të Ramazanit dhe ka zbrit Kurani në ditën e 24 të Ramazanit. Që jap të kuptoj se në këtë muaj Allahu Azza wa Jall vazhdimisht ka zbritur mëshirën e tij që njerëzit të udhëzohen dhe të drejtohen ka Allahu i Madhruar.